Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit, ja ku jemi sërish sot drejt për drejt bashkë në mes të muajit tetor, data 15 e mërkur në mes të javës. Mirëmëngjes e dashur, mirëmëngjes. Nuk kam patur një natë të lehtë mbrëm, po doja dalim. Po pse e vizitove gocën? Jo. Unë jam doktor Koti. Ti kërkova ndihmë. Fal, doktor Koti je sepse e ka thënë një nga shkencëtarët dhe studiuesit më të mëdhenj shqiptar, profesor doktor Sezan Guri. Doktor Koti. Sezan Guri mos u smurt ndonjëherë. Jo, nuk smuret sepse është jashtëzakonisht. Megjithëse karikohet në Tomoraj. Ai punon vetë, ai bën sport, ai bën gjithçka, domethënë dhe mbi gjitha studion dhe historinë e Shqipërisë. E ka pasion, ka pasion. Po, pra. Çfarë ke pasion ti koleg, përveç se mos japësh ndihmën e parë? Ja, shive, goditje pasionet. Nuk kam ka kërkuar të ka lypur ndihmë kolegja dhe ti sot nuk i ke dhënë ndihmë. I kisha ilaçet, i kisha. E dashur. Një telefon larg e doktor Lucianos. Nuk kam dajën, pra po. Oke, dajën. Në këtë fazë që je me kështu si të shohë, domethënë, je fiks për qumësh blete. Duhet ta nisësh. Do ta marr. Dhe ke nevojë për një masazhim. Përshëndesim zotin Taulan Balla, kudo që ndodhet, sepse është animatori kryesor i kombëtarëve shqiptare. I ka çuar në klub, i pesa mirë respektoj. Tha në 3 mëngjesit arrim Shqipëri, tha zgjidheni vetë klubin ta bëjmë gati. Çfarë lloj klubi është, koleg? Ashtu si klubi Shqiponja? Jo. Mund të jetë një gjë e tillë. Më ka nxjerr mallin e Berlusconit. Pa dyshim. Megjithatë kombëtarët e lojë jashtëzakonisht bukur, broja gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë dhe kështu me radhë. Koleg, përballë kishim një ekip amatorësh, domethënë edhe Jordania është kualifikuar në botror, koleg. Kjo është fatkeqësia. Domethënë kualifikohet Jordania dhe i gjelbër dhe rri jashtë Italia për të herë të katërt, domethënë. Italia fitoi dje me rezultat pastër 3-0 ndaj Izraelit. Ka play-offin përpara dhe aty ngrin këmbët, nuk e di pse. I rreth Maqedonia. Kjo është një gjë që do të shohim rrugës, domethënë ti nuk mund të bësh dot anglezin e përhershëm, domethënë i cili i fiton gjitha derisa shkon në botror. Derisa del Spanja përpara, atë ka Mace Zez. Por nuk kemi mbledhur këtu të flasim për ndeshjen, futbollin, pavarësisht se sportet dhe futbolli në veçantë ndikon shumë te shëndeti mendor. Për shembull, sot në mëngjes jemi ngritur më mirë, jemi më optimist. Unë, Silvinho ik me qenë fjalë. Jo, si koleg, Silvinho është më i vogël se sa mua, se sa ty po. Në mosh. Kështu që na lindë drejta që ta bullizojmë. Kjo është thjesht në këtë lloj gjë. Ti përfundimisht nuk je vetëm doktor Koti. Megjithatë Silvinho koleg ka të gjitha kartat në rregull të kërkojë rritiroge. Sepse trajneri i Serbisë paguai ga 3 fishin e Silvinho. Ta dorëheqën ai. Edhe ai po kisha marrë 11 milionë euro për 3 vjet. Seriozisht e ke Stojkovic ose Piksi, si thonë. Mrekulli. Po, ashtu është Serbia, si skuadër. A di ti sa merr në një vit Vlahovic? Sa GDP-ja e Shqipërisë etnike. Nëse mbasi i tham të tëra këto, shëndeti mendor përmirësohet kur vjen në punë, prandaj dhe kur je smur duhet vish në punë. Ja, po vim, kemi ardhur. Mëngjes. Mëngjes. Çfarë ore zgjuar sot? Në orën 5. Në 5. Mitu. Po ti? 6. Po ti pse? Nuk e di, jam smur, s'jam mirë. Ka filluar zgjohem bon. Kupton. Megjithatë le të shohim se si nisesh për punë, përshëndesim gjithë monopatistët e mbetur në tentativë. Të shkretët. Kam vetëm një pyetje, duke u nisur nga kanatierja, cili është profesioni i shoferit që bashkon dhe mëngjes në punë? Në ndërtim. Drejtor banke do të jetë në gjë. Ose drejtues televizion. Jo. Patjetër. Por në për televizione her pas here ndodhen edhe çuditëra apo jo. Dje për shembull ndoshta nuk e ka parë njëri një emision, por dikush. Jo. Shqiptar? Ku ishte? Program darkë apo? Por ju lutem keni kujdes dietën ushqimore, veçanërisht drekën ose darkën e hershme, qoftë të shkoni në televizion, do shkosh në palestër, dieta ushqimore duhet pasur, se janë disa ushqime, veçanërisht bishtajorët, që mund të shkaktojnë gazime të mendimeve, apo jo, koleg? Është vërtet, dhe në fakt, deri në 30 herë në ditë tregon shëndet të
Po, të nuk duhet shqetësohemi, nuk duhet turprohemi. Mbi 30 herë, shqipse mos keni gjë. Do me njeri që vjen në televizion edhe është i shëndetshëm. Është i shëndetshëm, kolegë, dhe shëndeti është smundje gjithse. Fillojnë dhe ata tjerë. Jo. Formë re për shëndetse. Po, jo deri këtu, do më thënë. Është shëndetshme kjo, nuk e dija. Ka shumë moderatorë që rrinë ullur si puna jote dhe ka një moment që lexojnë edhe gjoja. Jo, është momenti që nuk mund të arrish dhe këtu. Kolegë, të kishin bërë vretje në disa komente që ti pozicionin në karrige e kishe me fund shpinë nga kamera. Të ky program, si me fund shpinë nga kamera. Po, pra. Do më që... E kuptu. Tani kuptuam arsyen e vërtet. Me e marrë këto nuk mund të arrish dot, po. Ideja është në një ditë, pse ka problem, po të drejt kolegu, mundet që të niset si... Kolegu nuk ka zoti fasule. Jo, për çdo gjë që hahet fasule i bëhet. Kjo është bullizimi hapur etj. Kështu që merr dita. Në 3 mëngjesit kemi parti, do thotë ju bëjmë klubin gati, mos haro dhe këtë. A jemi live? A jemi live? Ja, live. Është Serbit. Por, gjithsesi, kujdes me bishtajorët, kur shkoni në palestër, kolegë, jo në televizion. Palestër, shtetër që. Palestër e kemi, zakon. Kemi dhe prodhime dokë, nuk është se kishim nevojë vetëm për stacionet tuaja, por gjithsesi. Kemi tonat. Ore, janë gjëra që ndodhin. Kemi fasule tona, kolegë. Sa herë ka qelluar të qashit në televizion? Miliona herë, etj. Pse s'vjet turp kur qanë, për shumë, ose kur qesh, etj. Pse më shikon? Nuk e di, po të dëgjoj me vëmendje. Këto janë gjëra bazike të njeriu. Po, asë nuk e kuptoj pse duhen bërë kaq ndaja. Ndodh. 27 vite këtu, kolegë, edhe nga ka ndodhur nga të gjitha. Nga kjo jo. Nga je me origjinë di zemër? Unë jam nga Burreli. Nga Burreli. Po ti koleg? Nga Majmuni. Po ti koleg? Nga Gjirokastra. Domthon nga Çamaria, por afër Gjirokastrës, domthon po thuaj është i njëjti dialekt. Kështu flasin. Por ndryshojnë karakteristikat. Kolegu për shembull nga mënyra se si qëndron, se si nuk i paguan kafet, drekat etj. Më duket sikur është nga Gjirokastra? Nga Majmuni, tha. Nga Majmuni. Që bani Majmun të paguaj kafe? Jo. Nuk kemi parë gjëra të tilla, por gjithsesi kur i ke prindit nga Gjirokastra. Gjuna, jo, domun. Ta them tani apo pastaj? Thuaj kur duash. Legjenda e thot ndryshe që janë korçarët ato që janë me koprat. Po, me një goditje dyzdoj. Përshëndesin të gjithë korçarët e Gjirokastrës. Dhe u themi që janë muhabete kot. Edhe për Dibranët thuhet. Po, pra. Po. Kërnacë janë ata qeverisë që nuk na dha një bonus, i shtesë, nuk na rritë pensionet. Qa pensioni do të? Po të na japin edhe i bonus edhe neve. Nga Gjirokastra, më mirë. Edhe ata qeverisë. Imagjinoj kolegun, kështu ke bërë dhe ti se ka dalë nami që e pa Ka bërë pa monedha. Unë kam bërë, por nuk më mbante fëmija, s'më mbante, nuk e mbante mirë batanien. Qa thua? Edhe... O, koleg. A më the kështu ke bërë dhe ti? Flasim për punë të gocave. Do më është më mirë. Me sigurit ka qëlluar dhe ty që dalësh me prindin 2 për katës për të bërë shopping, apo jo, sepse një nga ëndrat më të mëdhaja të zonjave është keni gocë që nes pasen se dalin që të blejnë bashkë. Mua dhe sot e kësaj dite që jam 20 me mamin, apo jo? vjeç. Mi blen mami robat. A, ti blen mami? Shiko, 20 kusur vjet, atë kusur i mbaje. Zakonisht, ai kusur sa ke ti, thonë gjithë mbaje. Është pa qef, sot, vajza dhe më të lutem. E të rinë që flasim jam... Ajo ka efe. Nga temperatura. Që ty, do më thënë, ka... Mi blen mami. Ti blen mami, por ti e pranishme. Jo, ka raste që jo, thjesht më di masën edhe... A i blen mami? I blen mami. Seriozisht e ke? Po.
Ose motra. I kam që të Po dyja... ti vetë për shumë, nuk je nga këto gocat që ri 3 orë? Nuk më pëlqen fare, as të bëj shopping, as të dalë për pazare, as të... Po mirë, të paktën kur blen gjëra, sidomos fustane pa ona, duhet i provosh, ka një dhomë prove, ka një gjë. E di masën time fix. Vetëm detergjent blen, edhe i provon, aty ka dalë. Po, nuk e ka përdor furrë. A keni furrë këtu te dyqani? Që ja bëj dritë? Po, A i laci furrës ishte? Prandaj e ftorë. Me gjithë atë duen provuar gjërat, unë them që duen provuar. Nëse e di masën tënde fikse, por okej, duen provuar. Fustanet po, për shumë. Duen provuar, përveç këpuzve, kur i merë një numër më të madhë si që marë. Pse? Pse i merë? Pëlqen, se nuk ka nevoj. Një numër më të madhë. Kolegu i merë, si i merë kolegu? Apo që do dhe numëri tjetë, rëndësi ka tjetë pa para. Koleg, po që e numëri madhë, i vesh me çorape leshi. Po që e numëri... Qike çorape leshi? Pa tjetër. A i ka dhe fanellën e leshi, dhe i ka gjithë. Kolegu e ka t'inkorporuar, e ka naturale, për tjetër histori. Me qëra fjalla, letë shojmë si provojnë gjërat kur blenë. Mësoni, pra. Nuk e di, koleg, po teknologjia ka përparuar, kemi kalu nga këto papuqet e drurit, në papuqet e buta, unë këto i provoj vetë me qenë. Prandaj nuk bëm kjo brezi i rima, prandaj nuk bëm, sepse... A ish masazh. Po. Merë mëndë, ne jemi rritur me nallane. Nallane, pra. Fluturon në nallane dhe kthej si dron, kështu, do të thënë, 90 gradë, se këtë se kuptoja, mbaron të korridorit, vinte dhe këtej. Si raketa Tomahawk, që ja jep objektivin dhe mbaron të punë. E frikshme. Por do vazhdojmë. Pse të vazhdojmë? Po të farë të bëjmë? Sot koha është e mirë, ne mund dalim i shëtitje, mund të alem emision. Deri sot mundesh, ama nga nesër, strukuni në shtëpi direkt pas punët, do kemi rebeshe shiu, do kemi shi me gjyma. Nuk e kam thënë këtë gjë, dhe po se pa ta thënë unë. Nesër? Nga nesër, po. Shikoj njërë aplikacioni, kolegë. E shojmë tani, sepse bëjmë një cross facts me Anir. Dhe më thënë kryzim. Kryzim, po, Anira Gjoni. Nga dy burime ndryshme. është parim gazetarie kjo. Po, patike, që të sigurojmë. Sa më afër të vërtetës. Që do jetë Anira? Nesër dhe pas nesër do të ketë shira. O kolegë, po ti nuk thej gjo për nesër? Ja, po e thash. E thash. Të qëtun? E tha dhe ti. E thash. Nga pasditja, pra njësë nga sot pasdite. Nga sot pasdite? Po. Me gjithmene ke? Me gjithmene kam. Kolegë, mirë. Mirë shumë. Bëj qefi. Po djelen, kolegë? Djelen do të hapet koha. Djelen koha është e mirë. Shtunë dhe djelen koha është e mirë. Vazhdon ky polarizimi i temperaturës. Në mëngjes është freskët. Në drekë është vapë. Pra, kjo ka bërë dëm mua. Ky shoku termik që ka pësuar trupi. Shiko të djelen. 6:23. 6:23. Shoku termik? Nuk e di nga mdojnë. Pas ke shoke. Në mëngjes është shumë freskët. Po. Në drekë është vapë. Në darkë njësë freskia prapë. Nuk e di të ta zgjidhim të gjë, por Anira e Gjoni do ta kemi nga Igeu, pas ka emër të jashtëzakonshëm, kolegë. Stuhia ciklonare. Mirë se e kemi bërë ne duket pak... metaforikisht bukur. Ku është kjo metaforikisht bukur? Por është stuhia ciklonare, e cila po vjen nga Spanja. Do prek një pjesë të Italisë. Nga Spanja. Dhe nuk e di nëse do prekimi ne apo jo, por moti po merr një kthes të papritur. Bravo. Elbasoni, kolegë. Në Qarqet. Elbasoni. Fieri, Berati, Vlora, Korça, që kanë problem, kolegë. Po. Po ju ç'pun keni tenje? Nuk e di. Rini në shtëpi aty. Në Elbasan kemi punë. Nuk shon kolegu, mos e bë trafik. Kemi prindrit e kolegut, duhet me shku. Do ikësh prapë të fundjavë dhe do ankohesh për trafikun siç bën çdo fundjavë. Unë kam bëj zgjedhje inteligjente. Si? Shkoj në 3 mëngjesit. Ska asnjëri. Vërtet? Ditë pushimi i çon kalamajt. Dhe kur ktheheni? Kur kthehemi bikte nga Kosova. I bi nga rruga Arbrit, domethënë drejt. Ashtu shumë e mirë. Shkopi, pastaj kthehet nga rruga Arbrit. Megjithatë shumë shpejt do bëhet bypassi i Elbasanit dhe atëherë që do më thoni. Patjetër. Duhet në një mjek për bypassin, në kardiolog. Pse? Ose kardiokirurg. Kjo ishte thirrje nëntë për doktorin kryeminist. S'më vajti mendja, nuk më vajti mendja.
po, me që ka ra fjallat e Të doktorit. doktorit në pjesë të 2 do të kemi një doktor shumë të njohur, profesor doktor Pajtim Lutaj, oftalmolog, por sot nuk jemi për të folur për mjekësinë, jemi për të folur për pasionet e tij që janë të shumta. Si, doktor Pajtimi, ja? Doktor Pajtimi ka 5 vite që ka një mik besnik. Mik besnik, po. Kur e telefonova, kishte atë qëndrimin e mjeku serioz. Sa i thash Patoni, që është Kali i tij. Si e ka emrin Kali? Paton. Paton Haçi. U shkri fare. E donte si një fëmijë të Po, vogël. vërtet është. E ka qef këtë Kalin. Ka 5 vjet që e ka. Emrin kush e ka vendosur Paton? Generali Paton i famshëm i... Neritan Ceka. Okej. Sepse Koleg, Paton... sa vjet jeton Kali? Jeton. Po Neritani? Jo, tani, jo, koleg, jo. Nuk mund ta thuash do Nuk të. mund ta Përshëndesim Patonin. Profesorin. Patonin, profesorin, se në Na ndjek. ndjek profesor, bëjmë shaka, ty bëfshin 100 vjeç se shumë i mbajtur. Të vim në sa e ti, po. Patoni është emër Me Byljan. qa meret oftalmologu? Bën ski. Aha, me syt, por... Po. Me syt, por... Me syt, por meret edhe me Isha për gjeshje. pasionet, me çfarë merret. Se jemi këtu, jemi për te. Bën ski, oftalmologu bën ski, përveç saj, Merret me syt. me syt, po. Po thoja pasionet që ka doktori. Bën ski, ka pra. pemtari, vreshtari, ullinj. S'na kaftu për drek për dark, jo e Do kena ta dhe bëj shok. thirrjen, do ta bëj Nuk e di, thirrjen nuk e sot di. publike. Do ikim, koleg? Dhe sot për herë të parë një kal do na vinë emision. Jo. Do ta silli Patonin? E kemi virtualisht me video. Do ta video. Kali është në 5, po të duash Po mund si shkosh. kali vogël që e ka Po është 5 vjeç që koleg. Si kali Arabie. Nuk e 5 di vjeç ratë. do të ishte bërë i madh. 5 vjeç Kali ka dhe fëmijë. Mua më duket më tepër si mushk se sa si kali, domethënë. Nuk e di, nuk... Merë më t'ja thush këtë doktorit, domethënë nxjerr syt. Me gjithatë, Merr për një të shkarp dhe të nxjerr për të syt. vlerësuar sa i lartë është Kali, do presim doktorin Do presim për të bërë raportin. doktorin. Për të bërë. Po pse jeni kështu? Pse Si jemi jeni kështu? kështu? Si jemi kështu? Me çau ushqen ti? Me çau ushqen doktorin? Kali. Jam me temperaturë. Okej. Por doktor Pajtimi jeton mes Francës Dhe dhe Shqipërisë. Shqipërisë. Sepse ka kryer studimet e larta në Francë, është rikthyer më një herë në vitin 1996 pasi kreu studimet në Shqipëri, por që e ka këtë jetën e ndarë midis Nicës dhe Tiranës. Po ashtu dhe 2 vajzat janë të suksesshme, janë bërë mjeke në Francë. Fatostano mirë me shna? Nuk e të pyesim doktorin, është miku i tij i vjetër, madje ka qenë doktori ai që postoi për herë të Po fundit. qëne, edhe miku i Fatosit, edhe miku i... Po, misia nuk një as parti, nuk kupton, një as është si puna mosh, as- ime, është si puna ime. Po, Që jam shok me Ulcimaj. Po, është si puna ime. Kur u bëre Ku e shok ti? zbulove ti këtë mua? Unë me Ulcimaj, kam qenë gjithmonë. Prandaj s'ma ke sharë kur ti mulciu? Asnjëherë. Po pse s'ta kam thonë unë ty këtë? Jo, koleg, ja, tash i live. Prandaj edhe Lolita Se ke përmend asnjëherë. Se nuk është se flasim shumë në 2-3 orë në ditë. Okej, kuptoj. Le të vazhdojmë. Në pjesë të tretë, në lidhje Skype, në fakt, është Brigilda Noka, ish specialiste marketingu. Se s'do na vinë në studio? Jo, nuk është, e kam shkuar më pa dashi gabim, është do në Londër, jeton në Londër. Po jam kush Londra? Po ikin të jetojnë në Priti Londër. bilet. 400 pound vjen. 15 euro. Sa është? 15 Të euro. vish, po t'ikësh? 15 për të vajtur, ja 30 Vetëm euro për të vajtur, Londër. valla, se për ti, po të ty nuk thesh. Që ka jo viza që na vret, është viza. Po. Tani Brigilda postoi një video të dasmës, pas dasme. Në fakt duke numëruar paratë që ishin ledhur. E disa shumë para ishin, menduam se ishin sa për bërë videon, por jo. Ishin paratë që i takonin çiftit, sepse paratë e Falë, hedhura, kuj kanë këto kushëri, këtë shoqni, dhe më martojmë edhe njerë, tiftojmë. paratë e hedhura i kishte marrë çiftin. Bëni pak llogarit tani kolegë, më kanë dhënë gjithë natën me Ore, laps në bas dasme, kolegu, kanë dhejt 6 muaj para fol gjithve. Pse? Mua të parit, jo dhe sepse nuk i dole lekët, nuk hodhëm në gjithë madhe. Tani, Brigilda të dasma kishte patur 350 të ftuar dhe lekët që janë hedhur në valle. Atëherë Brigilda, din pension, mos puno më. Edhe djali kishte patur 250. Gjithë lekët i ka marrë çifti. Po mirë, këtu të ne pse me orkestra? Kishim blesh në Londër. Orkestra?
është faj i stuhis ciklonare. Ishin ndarë parat, me të thënë drejtë. Ata se ndarë qiftin nga trëmbe. Nga trëmbe. Jo. Orkestra kishte marrë lekë të veta, se ishte bërë me bashkëpunim, me marrëdhënie. Si lekë të veta? Janë hedhur lekë. Po, a janë marrë tu këta, më që shkjo, ka marrë Janë lekë të hedhur veta? shumë lekë. Orkestra ka marrë pjesën e vetë, qifti pjesën e vetë. Gabim. Që të bia? Mëra për zë lekë. Gabim. Atere më keq më vjen, po këtë qift është drejt ndarjes. Drejt ndarjes. Nuk i shoh bashkë. Në llogarinë vete të dyja? Në qoftë se janë ndarë lekët e dasmës, Po më lekë se lekë kanë qenë dasma veç e keq veç. më vjen, po Po i do me thënë që lekë të dasmës i merë burri, si që është në rastin Po konkret. pra, dhe i blen diçka grus. Ka ble shtëpi Londër. Diçka të shtrenjtë, gruas, Me ato lekë. karfic ari. Disi, kanë hyrë pun lekë, se su bën kot kaq. Pra da gënjeshti, do me shku në Londër. Po, ky djali ka ndonjë... Nuk e pyeta se nuk jam interesuar. Okej. Do ta mësojmë Kemi historinë shumë me gjëra. detaje, po bravo. Me anirën fillimisht. Po nuk do flasësh, nuk do piptish Jo, te moti. Te moti jo. Po, Mundesh.